Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatët tona qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dërum, Allahu Gjeleshanuhu na ka dhanë të mira të shumta. Allahu Gjeleshanuhu na ka dhanë kushte për jetes që ne si njerëz mos kemi vështirësi të jetojmë në këtë botë. Allahu Gjeleshanuhu gjithçka e ka nënshtru për njeriun. Gjithçka e ka bot jese në shërbim të njeriut, që njeriu të mundet ta njohë Allahun Gjeleshanuhu. Allahu Gjeleshanuhu i ka vëndu edhe sendet në disponim të njeriut, që të mundet t'i lehtësohet jeta e tij. Në të kaluamën, njerëzit kanë shfrytzu kafshët që të mundën të bartin materialet e ndryshme të tyne, po edhe që të hypin mbi të shkojnë më shpejt në ndonjë destinacion të caktuar, po edhe i kanë përdor edhe për tregti, edhe për luftra. Me kalimin e kohës, Allahu Gjeleshanuhu hala ma shumë ja u lehtëson njerëzve kushtet e tyne. Dhe nga dituria që Zoti u jep njerëzve, ata arrin që të zbulojnë gjëra të cilët e bëjnë jetën më të lehtë. Dhe nëse në të kaluamën ka pasur si begati të Allahut kafshët të cilët janë shërbej për transport, sot i kemi veturët dhe mjetët tjera. Po edhe këto janë begatia Allahu Gjeleshanuhu. Si që thot Zoti në Kur'an, në ajetin 70 të surës Isra, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad karramna bani Adem. Ne thot e kemi nderu birin e Ademit, pra e kemi nderu njeriun, i kemi bo një nder të madh njeriut. Wa hamelnahum fil berri wal bahr. Dhe ja kemi mundësu ati, thot, të uthoje në tokë e në deti. Në tokë edhe në deti njeriu uthton. Pse nuk u përmend edhe në qiell, sepse sot trafiku më i madh në qiell se sa në tokë. Po xhamatin ndershëm në atë kohë kur është shpalla ajeti kuranor, aeroplanët ende nuk kanë qenë të zbuluar dhe nuk ka pas kuptim që Zoti ta përmendë një sen që në atë kohë ende nuk ka qenë ekzistente. Po në atë kohë janë përdor mjetet tjera të udhëtimit në tokë e ndeti, e Allahu Gjeleshanuhu na thot neve njerëzve, me mirësinë time ju jeni të udhëtu në tokë e ndeti dhe unë ja u kam mundësu këtë lehtësim, se për ndryshe, thot Allahu Gjeleshanuhu, mos ja u kisha bo këtë mundësi, njerëzit dhe kishin vështirësi të shumta të mbrinë prej një vend në një vend tjetër. Sa vështirë do ishte njeriu të udhëtoje prej këtu për shembull të shkojë në kam në Gjermani. Sa rëndë do ishte njeriu të shkojë në kam prej këtu e ndonjë destinacion tjetër. E mos flasim aty ku ka oqeane që do të ishte e pamundshme njeriu të udhëtoje ndonjëherë. Po nga mirësia e Allahu Gjeleshanuhu është që na e mundsoi neve njerëzve të kemi mjete transportimi. Pra këto janë nga nderimi që Allahu ja bën njeriu. E tash xhamat, a duhet edhe për këtë begatit Zoti shprehim falënderim? Po edhe për këtë mirë që Zoti na e ka dhënë të kish vetur, ku nëse shikojmë këtu te ne, para 50 vjetëve, viteve 70-ta, ndoshta krejt Katundja e ka pas një vetur ajo. Krejt Katundin ta marrsh me 200 shtëpi, me 300 shtëpi, a e ka pas një vetur apo jo? Ama sot, si cili ndoshta ka 2 i ka në shtëpi, ndoshta edhe 3 mund t'i kese në një shtëpi. E kjo, a nuk është për të thonë, elhamdulillah që Allahu na e ka mundësu këtë mirësi, si ka udhëtu pleçnit prej Katundit, o dhe shkojnë Shkup, edhe ka shku ndoshta në kam, mastaj kur kanë dalë biciklet me biciklet, po vështirësi pas vështirësie. A sot ti e merr veturën për pik qefit, shkon deri në Kosovë e pin një kafe vetë. E po, a nuk është kjo një mirësi që duhet i themi elhamdulillah? Pra duhet i themi elhamdulillah, xhamat, Allahu na i ka dhënë këta të mirë. Allahu na i ka dhënë këta begatit. Po xhamat, çdo të mirë që Allahu na e ka dhënë, duhet kemi parasysh se duhet kemi disiplinë brenda saj. Ne para 2 javë përmenda se një problematik tjetër ku është te ne si popull, është grahja e shpejtë e veturave. Qumja shumë shpejt e veturave, sa që e vendojmë rrezik popullatën, e tash duhet shtetit vendojë kamera në gjitha anët që ndoshta pak nismi të mbushmi me mend.
E tash I shoh disa na për statuse bëhet për një ditë edhe Maqedonia Zvicër. Po xhamat, se dha Zvicranin hiqja kontrollën, hiqja policin, hiqja rregullat, ai Zvicrani bëhet më beter se ne. Edhe ai do të shkojë shpejt, edhe ai do të mos, ama shkaku I dënimit, ai e respekton ligjin. Pse ka dënim, jo se është e vlia, jo se ka lexuar Kur'anin e hadithin, po se ja gjek xhepin. E ne këtu xhamat jemi pa kontroll. Kështu neve xhamat s'na ndal as feja mduket as shteti. Me thon a kemi shtet, ne kemi shtet që so shtet. Se s'ka kontroll kur gjan. As kush nuk dihet kush ha kush shpin këtë shtet. Nëse shteti nuk na ndalen, duhet na ndalen ndërgjegjave si musliman. Ne si musliman vetë zemra duhet dënjëherë disa sende të timsoje. Vetë brendësia jote duhet dënjëherë disa sende të drejtojen të. Si kanë thonë për para në kodë për Andrys Osmani një fjalë, kanë nuk e drejton Kurani, e drejton sultani. Pra, kur I thot ti ka thonë Allahi, ka thonë pejgamberi, nuk ngjon. Prapë çon atë mendën e vet. Nëse Kurani se drejton, e drejton sultani, shteti e drejton. Ama ne as Kuran, as sultan. Në thotë krejt Salamadi, si cili jemi bo sultana në veti. E xhamat prandaj, është jo katrahur, do thotë në vendet tona. Një problem ne kemi me ata që çojnë shumë shpejt, e te kalojnë shpejtësinë. Nga ana tjetër e kemi edhe një problem tjetër. Ata të cilët I zexhumin vollan. Po xhamat, ka disa I zexhumit të vozit. Ata vozitin, nëse është tabla 40, ai 20 çon. Nëse është 60, ai 25 çon. Edhe e bën kollon bas. E tash edhe kjo është defekt sikur ai tjetri. Edhe ai çka çon shpejt është me defekte, po ne ki nuk o maj mirë, ki pse çon 20 nuk është mirë edhe ki. Pse se ato njerëzit të cilët e kanë bo matematikën sa o shpejtësia, nëse e ka vëndu 40 do të qysh, jo 20. E tash ti kur te priti sati shteshe se kolona u ka bo 20 vetura në bas ati, edhe nisen e te I kalojnë. Kur e she, a e ka hunë shkryen telefon. Prej telefonit në bot, 44% e aksidenteve në bot, bohen prej të ndetmës telefon të vuzit. Njeri e ka një trun. I ndam në 5 pjesë, ama një trun. Nuk mundet njeriu disende për njëherë t'i boje. Oshe pa mundshme. As kushi nuk e ka atë aftësi 2 veprime të ndryshme t'i boje në të njëjtën kohë. Se është një trun xhamat dhe truni fokusohet në një send. Nëse unë tash shikoj qatë sa hatin mur, nuk është e mundshme tash shka ka që këtune. Po nëse kthehem që këtu shoh, nuk ka mundësi a gjeta shoh çka ndodh. Dhe ty nëse I e të shiku për para, nuk ka mundësi ta shofsh poshtë, ama nëse shikon poshtë durt, çka shkruan dikush ose çka ka postu dikush, nuk ka e mundshme të shofsh për para më. Se truni një senteshe nuk mund disende t'i shohe. Disendet njëjtën kohë nuk ka mundësi njeri t'i shohe xhamat. Është e pamundshme. E derisa është e pamundshme, ti do thot moment që shikon telefonin, 100% udhën nuk e sheh. Ama unë e parë sa ajo është 50 metra, tash do rri di shonja 3-4 statuse këtu. Ti nuk e kupton se në çat moment ti atë veturën e sheh sa larko. Ama se po del dikush I pa prit pa kujtu, ata e mendon. Se një fëmijë mund të dalet ku ti nuk e sheh se ku është ai për një herë del në udhë. Hop ka dol. Jo ai ka dol, ti ku I patë mend. Pra xhamat, 44% e aksidenteve rrugore në botë sot bëhen prej telefonit duke e çu veturën. Vetëm Maqedoni xhamat, 6649 aksidente bëhen. Brenda 2024-s vetëm. 6649 aksidente rrugore. Në mesin e këtyne 140 njerëzit vdekur për shkak aksidenteve rrugore. Vetëm brenda një viti. E ai mund t'je se nesër 2025, 2026, ndoshta edhe e vladi dikujt prej neve. E pse ndodhin këto? Prej pakujdesis. E xhamat, duhet me kënd kujdesshëm. Duhet me kënd kujdesshëm se pra vetura është një begati e madhe që Allahu na e ka mundsu, na e ka lehtësu, para mendojmë se ki është veturën. Që ati në ka tund të mërzitët dalsh për shembull. Me dhe është dherin Saraj, kush dhe qohet prej këtu dherin Saraj në kam, apo? Lartë. Ama shife veturën e ki elhamdulillah tak, për 5 minuta I ati. E po është një begati, thuj elhamdulillah. Ama jo ta shfrytëzojsh veturën për t'ja rreziku jetën dikujt. Jo ta shfrytëzojsh veturën për ta mbyt dikandin.
E që mos e mbytim njëri tjetrin xhamat, telefonin është mirë mos me e përdor, do thot gjatë grahjes veturës, sepse njeriu thash është i mundshëm të koncentrohet vetëm në një send, në një kohë. Nuk ka shans as fizikisht, as logjikisht që njeriu të koncentrohet në dy sende në të njëjtën kohë. Është e pamundshme. Prandaj xhamat, duhet të jemi të kujdesshëm, mos rrezikojmë jetën e njerëzve dhe inshallah Allahu Teala do bëhet mundshme ne fillimisht si njerëz të jemi falëndërues për krejt mirët që Zoti na jep, po edhe këto mjete transportuese për të cilët ne ndoshta shumë pak falënderojmë, ama jo me të vërtet një begati se mes me e pas një ditë e shes se sa rëndësi paska ta kish një send e cila ta leçon jetën. Elhamdulillah Allahu na e ka lecu jetën, po xhamat të jemi do thot kujdesshëm që mjetet të cilët Zoti na i ka dhënë si begati mos i përdorim për t'ia shkatruar jetën dikujt tjetër. Allahu na rujt, Allahu na përmirësoft. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.